Në fakt, bursiti është i shpërndar, ose më saktë bursa gjendet në disa artikulacione, në shpatull, në bryl, në gjuhë, në artikulacionin kokso-femoral, por ndodh që më shpeshta, po, është në artikulacionin kokso-femoral, në shpatull është shumë herë më i shpesht. Ndoshta edhe sepse artikulacioni i shpatullës është shumë më kompleks, më i lëvizshëm, pra njerëzit e fusin shumë më shumë në përdorim, le të themi. A mund të flasim pak edhe për moshën, sepse nuk ka njëri që nuk e ka provuar një dhimbje shpatullët, apo një dhimbje gjuri, apo dhe një dhimbje të legenit. A mund të japim disa karakteristika të dhimbjes së bursitit dhe kush e sjell, kur drejtohet të themi tek specialisti ai që vuan? Në fakt, bursiti është tipike, flas për bursitin e zonës së shpatullës, duket sikur pacientët kanë një pikë në shpatull dhe kanë të pamundur në pozicione të caktuara për ta lëvizur krahun. Kryesisht kur e hapin, në momentin që ata e hapin krahun, neve masim me rom artikular, nga 60 i themi ne pra grad deri në 120 grad dhimbje, atëherë neve kemi më të thjesht për të kuptuar që pacienti mund të ketë një bursit. Por, sigurisht që duhen vlerësuar shumë aspekte. Prandaj është gjithmonë e rëndësishme që të shkojë dhe të vizitohet tek një mjek specialist për të bërë të gjitha kontrollet dhe për të parë në qoftë se është thjesht një bursit apo bursiti është i shoqëruar dhe me patologji të tjera të shpatullës. Reumatizmale apo ortopedike? Po, reumatizmale, artriti, artrozat, por sigurisht edhe impingement syndrome ose frozen shoulder që ne i themi ndryshe shpatulla e ngrirë, sidomos në menopauzë. Po, të gjitha këto në fakt bursiti shpesh herë është i lidhur me një patologji tjetër gjithmonë. Prandaj na duhet një ekzaminim shumë i mirë që neve të dimë edhe se si ta trajtojmë më vonë bursitin. Tani unë do ndalesha pak te ai testja. Mund ta vësh krahun në lëvizje? Jo, tashi unë nuk mund ta vendos, mund të çohem apo jo? Po. Nga 60, pak a shumë deri këtu ndjem që pacienti ka një dhimbje, e ka dhimbjen si pik, e ka të pamundur që ta lëvizi krahun. Jo, ta demonstruam që dikush që na dëgjon dhe na ndjek nga shtëpia mund të bëjë një test të thjeshtë dhe të nxitet për të vajtur të kryej të gjitha ato ekzaminimet tek mjeku specialist që ju përmendët.